Në larminë e aktiviteteve të Nikola Hidromenos, ose siç njihet Kol Hidromeno, përfshihen shumë iniciativa të tija. Iniciativa të cilat edhe u realizuan. Nuk është fjala vetëm për pikturën, ku është emblematik, por edhe një lidhje me teatrin. Është për të theksuar sepse sapo kishte lind lëvizja teatrore, pra, jo teatri mirëfillt, dhe ndërhyrja e Hidromenos, bashkëpunimi i tij, i dha edhe një përmas tjetër, përmasën e një plotësimi të teatrit, jo më thjesht si një lojë skenike, por edhe me dekorin, edhe me veshje. Dhe kjo përmas, pa tjetër që afroj me atë që quhet teatr. Pra, nga lëvizja teatrore në kthimin në teatr. Kjo përmas, natyrisht që vinte edhe nga njohja, nga literatura shumë, Hidromeno shquhet për formimin e tij, për kulturën e gjithanshme, të cilën pastaj e pasoi edhe në veprimtaritë e tija. Në teatr është një kontribut jashtëzakonisht i çmuar, sepse dekorimi, skenografia, veshja, janë element të rëndësishëm të teatrit. Dhe për këtë, Hidromeno ka punën e tij.